Një vajzë 16 vjeçare shkoi për herë të parë te varrezat e dëshmorëve për të parë emrin e gjyshit që se kishte njohur kur. Preku gurin e ftohtë dhe tha: "Gjysh, të gjithë më thonë që të ngjaj ty. Po unë dua të njoh." Në atë çast, një erë e fortë fryu dhe gjethet u ngritën si val. Ajo u përkul dhe pëshpëriti. E ndjeva përgjigjen, gjysh. Tani e di kush jam, por ajo s'u largua me njëherë. U ul pranë varrit dhe nxori nga çanta një letër që e kishte shkruar një natë më parë. Në të kishte shkruar gjithçka që s'ia kishte thënë askujt. Doja të pyes, pse e zgjodhe luftën, pse e lë nënën të vetme, pse s'u ktheve kur, por sot, këtu para emrit tënd, e kuptova se ndonjëherë dashuria për vendin është më e madhe se vetjeta. Ajo pa përreth, varre, emra, moshat e reja, fotografi të zbehura. Në çdo gur, një histori që s'u tregua kur. E ndjeu sikur qindra sy e shikonin me qetësi, pa fjalë, por me një urdhër të butë: mos harro. Nga pas ju afrua një veteran plak, me bastun në dorë. E pa vajzën dhe i tha me zë të ngadalshëm: "Ishte djali i mirë gjyshi yt, çdo natë këndonte për jetën, edhe në mes të luftës." Vajza u ngrit, e falenderoi, dhe para se të ikte, preku sërish gurin. "Tani e di," tha, "pse gjyshja qanë sa herë dëgjon himnin." Kur po largohej, era u ngrit sërish dhe një gjethe ra ngadalë mbi letrën e saj. Ajo e mori, e vendosi në mes të fletës dhe e futi në xhep. Në fund, ndërsa doli nga varrezat, dielli perëndonte ngadalë mbi flamurin që valëvitej. Ajo e pa dhe tha me zë të ulët: "Ndoshta nuk e njoha kur, por tani e ndjej, gjyshi jeton brenda meje."